Mandej vazhdoi pejgamberi alayhis salam në pjesën e fundit tha: "Walillahi fi kulli lejle utaqa'un min an-nar." Tha për çdo natë të Ramazanit me mija e qindra njerëz lirohen nga zjarri i xhenemit. Allahu xhaleshanu e ka një listë që për çdo natë liron njerëz nga zjarri i xhenemit, liron nga dënimi. Kjo ndodh vetëm në Ramazan, vëllezër, vetëm gjatë të ditëve që ne jemi prezent. Vetëm gjatë kësaj kohe është lista që kanë mu liru me mija e miliona njerëz për zjarri i xhenemit. Pa e dini vëllezër se jo vetëm për neve kjo nuk vazhdon. Kjo vazhdon edhe për ata që janë varreza. Edhe për ta fëmijët tonë që i kemi në varreza. Edhe ata e presin në Ramazanin mu lirue. Një dua jona që shkon për ta, një sadaka që shkon për ta, një fjalë e mirë që shkon për ta, krejta edhe ata e presin në Ramazan si ne, se halo s'ka ndodhur ringjallja, halo s'ka ndodhur kiameti, deri në kiamet, edhe ata presin, edhe ne presmi me na liru Allahu xhaleshanu prej ndëshkimit, prej zjarrit të xhenemit. E kjo shans vëllezër është e jona, andaj ta shfrytëzojmë në mënyrë që Allahu xhaleshanu të na bën për atyre të cilët na liron nga zjarri i xhenemit.